Të nderuar shikues, përshëndetje. Një ditë pasi liderët arab u mblodhen në Doha për diskutuar sulmin ajror izraelit në Katar që synoi liderët e Hamasit, Izraeli bombardoi Yemenin. Kaq për të kuptuar fuqinë e fqinjeve të Izraelit. Në fund samitit, përmes një deklarate, të gjithë liderët pjesëmarrës e dënuan sulmin e Izraelit dhe Katarit. E paralelisht me këtë, ushtria izraelite filloi operacionin toksor në Gaza për mos lënë në këmbë asnjë shtëpi. Vendet arabe, disa de facto e disa de jure, e kanë njohur Izraelin dhe kanë vendosur marrëdhënie diplomatike dhe ekonomike, por sulmin dhe Katarit, sipas ekspertëve, ka dëshmuar se megjithatë paqja me Izraelin nuk mund të arrihet duke e njohur këtë të fundit. Liderët arab janë para një testi, nëse mund të themi kështu, të vështirë për të rikthyer dominimin në shtetet e tyre dhe të izolojnë Izraelin me qëllim ndaljen e agresionit, ose në nështrimin përfundimtar dhe coptimin e shteteve të tyre në realizimin e planeve sioniste për Izraelin e madh. Vetëm një aleancë rajonale fuqishme për të izoluar diplomatikisht dhe ekonomikisht Izraelin, duke detyruar ta ndjejë se sa i vogël është realisht, mund t'i jap fund ambicjeve hegemonike të Netanyahut, shkruan gazetari britanik David Hirst. Sipas tij, tentativa e fundit e Izraelit për të vrarë udhëhecit e Hamasit në Katar, gjatë procesit negociues për pengjet, është kthyer në një fiasko që ekspozon arrogancën dhe dobësinë e Netanyahut. Bombardimi shkatroi mundësinë e negociatave dhe i dha Hamasit një fitore të papritur politike, vlerëson Hirst. Ndërkaq po ashtu, kjo tentativë shihet edhe si përpjekje për të minuar përfundimisht procesin e negociatave dhe Netanyahu të pushtojë Gazën dhe të fshijë gjithçka në të. Sa herë që kryeministri Benjamin Netanyahu ka tentuar të vrasë liderin e Hamasit, Khalid Meshal, gjithmonë ka përfunduar me poshtërim për Izraelin, shkruan gazetari britanik David Hirst. Herën e parë ishte në vitin 1997. Agent të Mossadit, me urdhër të kryeministit izraelit, hynë në Jordani duke u shtirur si turist kanadez. Dy prej tyre e pritën Meshalin te dera e zyrës së tij në Amman, dhe kur ai hyri brenda, njëri vendosi në vesh një pajisje që lëshonte helm me veprim të shpejtë. Turprojat e Meshalit i ndoqën dy agentët, ndërsa pjesa tjetër e ekipit u strehuan në ambasadën e sapo hapur izraelite. Fillimisht u mendua se sulmi kishte dështuar. Meshal e përshkroi si një zhurmë të fortë në vesh dhe si shok elektrik, por ndërsa helmi filloi të vepronte, gjendja e tij u përkeqësua. Në atë kohë, Meshali ishte shtetas jordanes dhe mbreti Hussein u zemrua. Ai kërkoi nga Izraeli kundër helmin dhe kërcënoi se do t'i nxirrte mossadistët para gjyqit dhe se do ta tërhiqte Jordanin nga marrëveshja e paqes së vitit 1994 në Wadi Araba, me cilën kishte njohur Izraelin. Ish-presidenti amerikan Bill Clinton e detyroi Netanyahun të pranonte. Me poshtërim, Deni Yatom, atëherë kreu i Mossadit, fluturoi në Aman me kundër helmin. Meshali, tashmë në koma, mbijetoi. Jo vetëm kaq, por mbreti Hussein kishte liruar vetëm 2 agentët që turprojat e Hamasit i kapën. 6 anëtar të tjerë të ekipit qëndronin të ngujuar në ambasadë dhe mbreti kërkoi si kusht që Izraeli të lironte themeluesin e Hamasit, Sheikh Ahmed Yasin, së bashku me shumë të burgosur palestinez të tjerë. E gjithë kjo ishte një goditje e rëndë për Izraelin. Sheikhu nisi një tur fitore në rajon. Karriera e Meshalit në Hamas u ngrit nga një figurë relativisht dytësore para sulmit në lider me prestigj. Edhe vetë Hamasi fitoi në imazh si një lëvizje që përballonte një ngacmues të madh. A do të përsëritet sot i njëjti skenar? Është një çështje tjetër, por elementet e një poshtërimi të madh për Izraelin ekzistojnë, shkruan Hirst. Vetëm një masë standarde sigurie e Hamasit, ndryshimi i vendit të takimit pasi pjesëmarrësit ishin mbledhur, si dhe ndarja e tyre nga celularët, shpëtoi Meshalin dhe gjithë ekipin negociues në Doha të martën. Godina ku ata ndodheshin ishte shumë afër asaj që avionit izraelit bombarduan. Koha ishte sakt, por ata goditën objektin e gabuar. Than burimet të larta të Hamasit, shkruan Hirst. Sapo kuptua e vërteta, reagimi i Izraelit kaloi shpejt nga entuziazmi për shuarin e lidershipit të Hamasit tek rindjet e brendshme. Fillimisht, Yair Lapid, lideri i opozitës,
e përgëzoi forcën ajrore dhe Shin Betin për një operacion të jashtëzakonshëm, por më vonë e zëvendësoi shpejt me një tjetër mesazh. Antarët e Hamasit janë bijtë të vdekjes, por qeveria duhet të shpjegojë si ky operacion nuk rrezikon jetën e pengjeve. Lufta duhet të mbarojë dhe ata të kthehen në shtëpi, shkruaj ti Lapid. Operacioni për të vrarë leadershipin e Hamasit, ndërsa diskutoni një dokument negociues të dërguar nga Donald Trumpi, u quhet nga Izraeli Samiti i zjarrit. Ky ishte një akt i një shteti supremacist hebre, që kërkon supremaci jo vetëm në Palestinë, por në gjithë rajonin. Sulmi në Katar nuk ishte i pamenduar. Ishte një mesazh i qartë për Katarin dhe çdo shtet arab tjetër që strehon Hamasin se Izraeli mund të bëjë çfarë të dojë, kur të dojë, duke shkelur çdo sovranitet. Sipas politologut Menachem Klein, Izraeli është kthyer në një shoqëri gjenocidale që ka braktisur diplomacinë dhe njeh vetëm forcën. Është përtej Palestinës, është Irani, është Siria. Netanyahu madje ka kërcënuar të godas Hamasin edhe në Turqi, tha ai. Ai shtoi se kjo është një inxhinierie detyruar e gjithë rajonit për të imponuar supremacinë hebreje, jo vetëm mbi Palestinën, por mbi gjithë lindjen e mesme. Në planin e afaqshkurtër, bombardimi i Hamasit ishte bombardimi negociatorëve. Nëse sulmi do të kishte sukses, nuk do të kishte mbetur askush për negociuar lirimin e pengjeve. Procesi i ndërmjetësimit egjiptian tashmë ka dështuar dhe është e vështirë të vazhdojë ndërmjetësimi i Katarit. Nëse Trumpi e dinte paraprakisht për operacionin në Doha dhe nuk e ndali, atëherë çdo garanci e ardhshme e tij për Hamasin është pa vlerë. Kjo ishte hera e dytë që Izraeli përdori një proces negociues si mbulesë për një sulm të befasishëm. Hera e parë ishte në qershor, kur sulmoi Iranin pak ditë para bisedimeve në Oman për programin bërthamor. Pasojat për regjimet arabe janë të rënda. Izraeli sfidoi drejt për drejt autoritetin e tyre mbi hapësirat ajrore. Nëse Izraeli ka kaluar mbi tokat e tyre për të goditur Katarin, ata shfaqen të dobët para popujve të tyre. Për më tepër, dështimi i sulmit në Hamas është një fitore e madhe për lëvizjen. Lidershipi i saj në Doha nuk mund të akuzohet më për hotele luksoze, por shihet si pjesë e vijës së parë të përballjes me Izraelin. Edhe Hezbollahu në Liban përfiton. Argumenti i tij se çarmatosja e tij do ta linte Libanin të pambrojtur përballë Izraelit merr edhe më shumë forcë, vlerëson Hirst. Netanyahu ka kaluar një javë të keqe. Ai shpalli disa herë se Izraeli ishte në prag të fitores, por Hamasi vazhdon të luftojë me të njëjtin intensitet. Ushtarët po vdesin në numër gjithnjë më të madh. Në vend që të shkatronte Hamasin, Netanyahu shkatroi çdo shans për negociata. Hamasi përkundrazi fitoi reputacion. Trumpi zyrtarisht shprehu pakënaqësi për operacionin dhe u përpoq të distancohej, megjithse shtëpia e bardhë pranoi fillimisht se ishte informuar. Ky sulm, mbi të gjitha, është një kamban alarmi për rajonin. Ombrella e sigurisë amerikane është pa vlerë dhe marrëveshjet e Abrahamit janë një iluzion. Paqja nuk mund të arrihet duke njohur Izraelin. Vetëm një aleancë rajonale e fuqishme për ta izoluar diplomatikisht dhe ekonomikisht Izraelin, duke detyruar të ndjejë se sa i vogël është realisht, mund të jap fund ambicieve hegemonike të Netanyahut, shkruan gazetari britanik David Hirst. Nëse kishte një shtet arab që mendonte se ishte i mbrojtur nga agresioni izraelit, ai ishte Katari, një vend i vogël, aleati i ngushtë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që strehon bazën më të madhe ushtarake amerikane në lindjen e mesme dhe që ka investuar qindra miliarda dollar në ekonominë amerikane. Por sulmi i fundit izraelit në Doha e rrëzon këtë iluzion. Sipas profesorit të medias Mohammed El Masri, ky akt tregon se asnjë kryeqytet arab nuk është i sigurt. Izraeli nuk kufizohet nga ligjet ndërkombëtare, as nga diplomacia, dhe sheh veten të pajisur me një mandat hyjnor për t'u zgjeruar, duke eliminuar çdo pengesë përpara tij. Për El Masrin, ky sulm duhet të shërbejë si kamban alarmi. Izraeli nuk do të ndalet kurrë derisa të ndalet me forcë. Nëse ndonjë shtet duhej të ndihej i sigurt nga një sulm izraelit, ai ishte Katari. Është një vend i vogël që nuk paraqet ndonjë kërcënim real për Izraelin. Është aleati i Shteteve të Bashkuara dhe strehon bazën më të madhe ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Në maj,
Katari premtoi të investojë qindra miliarda dollar në ekonominë amerikane. Gjithashtu, Katari ka kultivuar një imazh si ndërmjetësues paqeje, duke u përfshirë në negociata të shumta. Vetëm muajin e kaluar, drejtori i Mossadit vizitoi Dohan, i pritur nga qeveria e Katarit si pjesë e negociatave të gjata për anëpushim në Gaza. Megjithatë, ky përshkrim është tepër i thjeshtësuar. Realiteti është se Katari nuk duhej kurrë të ndihej i sigurt dhe asnjë shtet tjetër në rajon nuk duhet të ndihet i tillë. Izraeli nuk kufizot nga rregullat që qeverisin marrëdhëniet mes shteteve. Ai e përçmon të drejtën ndërkombëtare dhe pretendon një mandat hyjnor për të zgjeruar, duke parë çdo që i del përpara si pengesë për të eliminuar, shkruan profesori medias nga Doha, Mohammed El Masri. Izraeli nuk është thjesht një shtet renegat që shpërfill ligjin, është një shtet që hapur hedh poshtë gjitha normat dhe konventat, liderët e cilit prej kohësh kanë promovuar vizionin e një Izraeli të madh që shtrihet nga lumi Eufrat në Irak deri në lumin Nil në Egjipt. Kjo nuk është ndonjë teori konspirative e fshehtë dhe nuk nevojiten diplomat të studimeve mbi lindjen e mesme për ta kuptuar, vlerëson El Masri. Sipas tij, mjafton të ndiqet politika izraelite. Në gusht, kryeministri Benjamin Netanyahu e përzriti publikisht këtë projekt në televizionin izraelit. Për dekada, Izraeli ka pushtuar ilegalisht toka arabe dhe ka ndjekur një fushat eliminimi ndaj popullit palestinez. Asnjë vend nuk ka qenë subjekt i më shumë rezolutave të OKB-s. Për 2 vitet e fundit, Izraeli ka shkatruar Gazën. Më shumë se 64.000 palestinez janë vrarë, sipas të dhënave të autoriteteve të Gazës, ndërsa sipas ish generalit izraelit, mbi 200.000 janë vrarë, shumica gra dhe fëmijë. Gazetar dhe punonjës ndihme janë vrarë në numra rekord, duke vendosur rekord botror makabër. Edhe grupe izraelite për drejtat e njeriut kanë filluar ta pranojnë të dukshmen se veprimet e Izraelit në Gaza përbëjnë gjenocid. Në Gaza, Izraeli ka zbuluar të ashtu quajturën doktrinë Dahia, e cila kërkon dënimin maksimal civilëve dhe zonave civile. Nuk përpiqet të shmang viktimat civile, përkundrazi i synon ato. Sipas mediave izraelite, forcat izraelite kanë vepruar mbi bazën e një raporti 100-1, duke i dhënë vetes të drejtën të vrasin mbi 100 civil për të goditur një komandant. Një program i quajtur Ku është babi? Drejton sulme jo ndaj luftëtarëve në fushë betej, por ndaj shtëpive të tyre natën vonë, duke i vrarë ata bashkë me familjet teksa flenë. E njëjta shembulltyr shihet në Bregun Perëndimor, që nga tetori 2023, Izraeli ka konfiskuar toka dhe kryer vrasje në përmasa të paprecedenta me mbi 1.000 palestinez të vrarë dhe mbi 1.100 struktura të shkatruara vetëm këtë vit. Ai po lëviz drejt aneksimit formal me bekimin e plot të administratës amerikane të presidentit Trump. Përtej Palestinës, Izraeli ka shtrirë makinerinë e tij luftarake në Liban, Siri, Yemen dhe Iran. Në Liban, ai shpërtheu pexhera me eksploziv në lagje të mbushura me njerëz, në kohën kur nxënësit dilnin nga shkolla. Ky sulm, i dizajnuar për shkaktuar vuajtje maksimale tek civilët, u përshkruan nga ish-drejtori i CIA-s, Leon Panetta, si terrorizëm. Tani, në Katar, Izraeli ka kaluar një tjetër prag. Sulmi në Doha vrau antar të familjeve të zyrtarëve të Hamasit dhe një oficer katari, ndonse Hamasi tha se liderët e tij të lartë mbijetuan. Katari e dënoi sulmin si një akt kriminal frikacak dhe 100% tradhtar, duke cilësuar shkelje flagrante të sovranitetit të tij, ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, dhe Papa Leo paralemruan për një përshkallëzim të rrezikshëm. Mësimi i parë nga sulmi i së martës në Katar është se pasiviteti arab nuk funksionon kundër një shteti kaq të pakontrolluar sa Izraeli. Kjo duhet të jetë qartë. Sulmi në Doha ishte produkt i 2 vjetësh dobësie arabe dhe muslimane përballë agresionit të pashembullt të Izraelit. Qeveritë arabe nuk kanë bërë pothuajse asgjë kundër krimeve të Izraelit në Gaza, Bregun Perëndimor dhe në gjithë lindjen e mesme. Për dekada, Izraeli ka mësuar se mund të bëj çfarë të doj, kur të doj, si të doj, pa hasur as më të voglin kundërshtim nga udhëheqësit arab. Madje, disa nga vendet më të fuqishme arabe vazhdojnë të thellojnë lidhje tregtare me Izraelin. Vetëm 3 javë më parë, Egjipti, vendi më i madh arab me ushtrinë më të fortë, nënshkroi një marrëveshje gjigante gazi me Izraelin, duke pranuar t'i paguajë $35 miliard gjatë 15 viteve të ardhshme.
Sulmi gjithashtu ngre pyetje mbi Katarin dhe SBA-n. Cili është qëllimi i një baze të madhe qendrore komanduese, nëse nuk mund parandaloj një aleat të SBA-s të godas vendin që e strehon atë? Një tjetër pyetje lidhet me vetë SBA-n. Sipas raporteve, administrata Trump vetë e bekoi sulmin. Pyetja tani është deri në çmaz vendet arabe duhet të shohin përtej Washingtonit, ndoshta drejt Rusisë, Kinës apo dikujt tjetër, pyet profesori El Masri. Sigurisht, SBA-ja nuk mund të besohet, qoftë në formën e saj demokratike apo republikane. Administrata Biden i dha Izraelit mbështetje të plot diplomatike dhe ushtarake gjatë 15 muajve të gjenocidit në Gaza, pa ushtruar asnjë presion për t'i dhënë fund luftës. Ndërkohë ekipi i Trumpit është i mbushur me sionistët më të përkushtuar ndaj Izraelit të madh se sa shumë izraelit vet, shkruan El Masri. Rajoni arab më gjerë duhet të përballet tani me pyetje të vështira. A do të ketë një përgjigje kolektive nga vendet që po zgjojnë realitetin se ndodhen drejt për drejt në shtegun e Izraelit të madh? A mund të shqyrtojnë shtetet arabe ndërprerjen e lidhjeve me Izraelin dhe përdorimin e levës së tyre mbi Washingtonin për të imponuar ndryshim? A është e imagjinueshme që shtetet arabe të formojnë një aleancë të aftë për sfiduar ushtarakisht Izraelin, apo do të përgjigjen me të njëjtin pasivitet që ka karakterizuar gjithmonë qasjen e tyre? Disa shtete mund të mirëpresin hapur apo fshehurazi sulmin, duke menduar se kjo u blen siguri. Emiratet e Bashkuara Arabe, shpesh të përshkruara si një periferi e Izraelit, mund të mendojnë se janë të sigurta, një llogaritje e gabuar fatale, vlerëson El Masri. Sulmi së martës tregon se as një aleancë e mëparshme, as diplomacia dhe as mbrojtja amerikane nuk mund ta mbrojnë një vend arab nga dhuna e Izraelit. Nëse Izraeli nuk përballet, çdo kryeqytet në rajon duhet ta di se është një objektiv potencial. Për momentin ka më shumë pyetje se sa përgjigje, por një e vërtetë është e qartë: Izraeli nuk do të ndalet derisa të ndalet, vlerëson profesori El Masri. Sulmi ndaj Katarit dhe disa vendeve tjera po ashtu është strategji e re e Izraelit për riformësimin e hartës së lindjes së mesme përmes frikës dhe agresionit. Vlerëson studiuesi Ghassan El Kahloud. Nga Pakistani në Marok, mesazhi është i qartë: çdo vend mund të jetë objektiv i ardhshëm i agresionit izraelit nëse nuk ka një reagim të bashkuar dhe vendimtar. Liga Arabe dhe qeveritë e rajonit paralajmërohen se pa një përgjigje të përbashkët, Izraeli do të vazhdojë të shkatërrojë normat ndërkombëtare, duke riformësuar rajonin sipas logjikës së tij të dhunës. Mbështetja e vazhdueshme diplomatike dhe ushtarake nga Washingtoni e ka bërë të mundur jo vetëm gjenocidin në Gaza, por edhe zgjerimin e luftës në gjithë rajonin, duke vënë në pikë pyetje besueshmërinë e arkitekturës globale të sigurisë. Sulmi i Izraelit ndaj ekipit negociator të Hamasit në Doha këtë javë ishte përshkallëzimi më i fundit dramatik i luftës së tij rajonale, vlerëson Ghassan El Kahloud, drejtori i Qendrës për Konflikte dhe Studime Humanitare në Doha. Sipas tij, sulmi nuk ishte vetëm një goditje ndaj përpjekjeve të ndërmjetësimit për të arritur një anëpushim në Gaza, por përfaqëson gjithashtu një kërcënim të drejtë për drejtë për diplomacinë dhe rendin ndërkombëtar. Doha ka qenë prej kohësh një qendër e rëndësishme e diplomacisë rajonale, duke u angazhuar me të gjitha palët, përfshirë Hamasin. Raportet tregojnë se udhëheqës të lartë të Hamasit po takoheshin në Doha për të diskutuar një propozim të fundit amerikan kur ndodhi sulmi. Kjo nuk ishte një përballje në fushë betejë, por një sulmi drejt për drejt ndaj një procesi politik në zhvillim. Duke goditur një objektiv në Katar, i cili prej kohësh ka ofruar një vend neutral për bisedime, Izraeli ka kaluar në prag të rrezikshëm, duke minuar mundësinë e zgjidhjeve të negociuara. Sulmi ndodhi në një peizazh sigurie rajonale që po përkeqësohet, ku lindja e mesme po hyn në një periudhë rreziku dhe paqëndrueshmërie të paparë prej dekadash. Vetëm javët e fundit, Izraeli ka zgjeruar operacione ushtarake, shumë përtej Gazës, duke kryer sulme në Liban, Bregun Perëndimor, Siri, Tunizi, Yemen dhe tani në Katar. Këto nuk janë incidentet izoluara, por pjesë e një strategjie të qëllimshme për të dobësuar shtetet sovrane dhe destabilizuar rajonin. Dinamikat aktuale rikujtojnë trazirat që pasuan Nakbën e vitit 1948, duke sinjalizuar përgatitjen për një fazë të re të përmbysjes rajonale, të dizajnuar për të ruajtur projektin sionist.
Konflikti është zhvendosur kështu nga çështjet e parandalimit tek një riformësim radikal i rendit rajonal. Sulmi ndaj Katarit mbartë pasoja që shkojnë shumë përtej një akti të vetëm agresioni, me implikime si për stabilitetin rajonal, ashtu edhe për normat ndërkombëtare. Sipas profesorit El Kahlut, këto mund të kuptohen përmes 4 dimensioneve kryesore, që nxjerrin në pah përmasën e sfidës me cilën përballen vendimmarrësit, veçanërisht në rajonin e Qirit. Së pari, vala e fundit e sulmeve izraelite dërgon një mesazh të qartë se asnjë vend në rajon nuk është jashtë mundësive të tij. Fushata e tij e përshkallëzuar sinjalizon se çdo shtet, nga Pakistani në Marok dhe nga Turqia në Sudan, mund të përballet me sulme të ngjashme. Sulmi i fundit nuk ka të bëjë vetëm me Katarin. Ai vendos një precedent të rrezikshëm që sfidon vetë nocionin e mbrojtjes sovrane. Përmes friksimit dhe forcës, Izraeli, i mbështetur nga SBA-ja, po kërkon të rishkruaj hartën strategjike të rajonit, duke bërë të qartë gatishmërinë e tij për të përdorur fuqinë ushtarake për të formësuar rezultatet politike dhe rreshtimet rajonale. Shtrirja e këtyre operacioneve, që përfshin 7 vende brenda disa javësh, zbulon një fushat të qëllimshme dhe të koordinuar shtrëngimi. Këto nuk janë veprime mbrojtëse, por lëvizje të kalkuluara të dizajnuara për të imponuar një rend të ri rajonal përmes frikës dhe dominimit ushtarak. Nëse mbeten pa sfiduar, kjo sjellje do të normalizojë agresionin ndërkufitar dhe do të inkurajojë shtetet e tjera të heqin dorë nga përmbajtja. Rezultati do të ishte një erozion i shpejtë i normave që për dekada kanë ndihmuar në kufizimin e luftrave rajonale dhe frenimin e rivaliteteve të përshkallëzuara. Së dyti, Shtetet e Bashkuara mbeten në zemër të kësaj krize që po shpaloset. Pa mbështetjen politike, ushtarake dhe të inteligjencës nga Washingtoni, si lufta gjenocidale në Gaza, ashtu edhe përhapje sa rajonale, nuk do të kishin vazhduar. Krizat në përshkallëzim nënvizojnë se aktorët rajonal nuk mund të përballen më vetëm me retorik. Këshilli i Bashkëpunimit të Qirit tani përballet me një provë përcaktuese të kornizës së tij të sigurisë kolektive. Është e pamundur që zyrtarët amerikanë të mos kenë qenë të vetëdijshëm për operacione ushtarake në këtë shkallë. Edhe nëse nuk i kanë autorizuar në mënyrë eksplicite, heshtja e tyre dhe vazhdimi i dërgimit të armëve dhe inteligjencës i bën ata bashkëfajtar, vlerëson El Kahlut. Një shtet nuk mund të pretendojë me besueshmëri se promovon paqen, ndërkohë që mundson një palë të nisë sulme pa u ndëshkuar. Duke e mbrojtur Izraelin nga llogaridhënia, Washingtoni jo vetëm që minon besueshmërinë e tij, por dobëson edhe vetë rendin ndërkombëtar që pretendon se e mbron. Mbulimi diplomatik dhe mbështetja ushtarake nga SBA-ja i kanë lejuar Izraelit të veprojë jashtë kufizimeve të së drejtës ndërkombëtare. Përdorimi i përsëritur i vetos në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, pengimi i hetimeve dhe mbrojtja e Izraelit nga gjykatat ndërkombëtare kanë krijuar një kulturë të pandëshkueshmërisë. Kriza e sotme është rezultati drejt për drejt i këtij përjashtimi. Një shtet që vepron sikur është mbi rregullat që qeverisin sjelljen globale. Këshilli i Bashkëpunimit të Qirit tani përballet me një sfidë të vështirë. Nëse një antar themelues si Katari mund të sulmohet pa pasoja, arkitektura mbrojtëse e Këshillit të Qirit rrezikon të bëhet e pakuptimt. Në të njëjtën mënyrë, Liga Arabe duhet ta kuptojë se këto nuk janë incidente të izoluara, por pjesë e një strategjie më të gjerë që synon erozionin e sovranitetit në botën arabe dhe muslimane. Mosuniteti dhe hezitimi vetëm sa do të inkurajojnë agresionin e mëtejshëm. Shtetet rajonale duhet të veprojnë me vendosmëri për të mbrojtur territoret dhe populatat e tyre, sidomos pasi Izraeli ka bërë të qartë synimin e tij për të përshkallëzuar mëtej, shkruan El Kahlut. Nëse ky moment kalon pa një përgjigje të bashkuar dhe vendimtare, ai do të vendos një precedent që do të riformësojë rajonin dhe do të destabilizojë rendin global për dekadat që vijnë. Udhëheqësit arab dhe ndërkombëtar tani përballen me një zgjedhje të ashpër: të veprojnë për të ruajtur stabilitetin rajonal dhe paqen ndërkombëtare, ose të qëndrojnë më një anë, ndërsa normat diplomatike të konsoliduara vazhdojnë të gërryen, vlerëson El Kahlut. Nëse dikur aleancat dhe bazat ushtarake dukeshin si garanci, sulmi ndaj Katarit e hedh poshtë këtë besim. Parat, marrëveshjet dhe privilegjet diplomatike nuk i ndalojnë raketat. Duke shkelur sovranitetin e një aleati të fuqishëm të SBA-s, Izraeli ka dërguar një sinjal alarmant dhe pyetja e vetme që mbetet pa përgjigje
është çfarë do të bëjnë regjimet arabe. Ekspertja politikave të lindjes së mesme, Sumaya Ganushi, thotë se ende ka kohë për veprim, por vetëm nëse ky veprim është i bashkuar, i vendosur dhe i menjëhershëm. Përndryshe, sipas saj, nëse arabët nuk zgjohen, as Meka e as Medina nuk do të shpëtojnë. Sulmi i Izraelit mbi Doha nuk është një përshkallëzim i zakonshëm. Është një bubullim që duhet të trondit çdo pallat, çdo ministri, çdo rrugë të botës arabe. Ky nuk ishte një sulm ndaj Hamasit, as një sulm ndaj Gazës. Ishte një sulm mbi vetë idenë se ndonjë kryeqytet arab është i sigurt. Shkruan ekspertja politikave të lindjes së mesme, Sumaya Ganushi. Brenda pak javësh, Izraeli ka bombarduar Gazën, Bregun Perëndimor, Sirin, Libanin, Yemenin dhe Iranin. Vitin e kaluar bombardoi edhe Irakun dhe gjatë 2 ditëve të fundit ka goditur 2 anije të flotilës Sumud në Tunizi. Izraeli nuk është në luftë me një lëvizje të vetme apo me një copë toke. Ai është në luftë me gjithë rajonin. Asnjë sovranitet nuk njihet, asnjë kufi nuk respektohet. Doha nuk është një kryeqytet i zakonshëm. Aty ndodhet baza më e madhe ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Ajo gëzon statusin e aleatit kryesor jo antar të NATO-s, të Washingtonit, dhe ka derdhur miliarda në arkat amerikane. Asgjë nga këto nuk pati rëndësi. Brenda një dite të vetme, Izraeli bombardoi një shtet të Gjirit në zemër të gadishullit arabik dhe një shtet të Afrikës së Veriut përtej Mesdheut, 2 kontinente, 2 shtete arabe, mijëra kilometra larg. Mesazhi është i qartë, i shkruar me zjarr dhe copë za rakete. Askush nuk është imun, shkruan Ganushi. Izraeli po vendos një rend të ri. Çdo tokë, ujë dhe qiell arab është pre nëse ai dëshiron. E drejta ndërkombëtare është kthyer në hi. I vetmi ligj është forca brutale. Amir Ohana, kryetari i Knesetit, e bëri të qartë pas sulmit në Doha. Ky është një mesazh për gjithë lindjen e mesme. Ai madje postoi në arabisht, duke siguruar që poshtërimi të ishte i drejtë për drejtë. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se ndihet shumë i përkushtuar ndaj vizionit ekspansionist të Izraelit të madh, i cili përfshin pjesë të Palestinës dhe disa shtete arabe. Dhe Washingtoni tund kokën në shenjë miratimi. Vetëm disa muaj më parë, presidenti amerikan Donald Trump qëndronte në Doha, duke u mburrur me një marrëveshje 1.2 trilion dollarësh, duke i mbushur xhepat, madje edhe një avion privat prej 400 milion dollarësh, një pallat në qiell. Doha sapo kishte ndërmjetësuar marrëveshjen Kongo-Ruanda nën patronazhin e tij në shtëpinë e bardhë, por kur Netanyahu dha urdhrin për sulm, Trump i dha dritën jeshile. Pas kësaj, erdhi telefonata e zakonshme kërkim faljes, shkruan Ganushi. Dënimi ndërkombëtar pasoi më njëherë. Rusia quajti një shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare. Turqia akuzoi Izraelin për adoptimin e terrorizmit si politikë shtetërore dhe OKB-ja, Bashkimi Evropian dhe Liga Arabe e denoncuan sulmin si kërcënim për stabilitetin rajonal. Maksima ish presidenti të rrëzuar egjiptian Hosni Mubarak doli e vërtet, thot Ganushi. Ai pati thënë, ata që mbulohen nga Amerika mbeten të zhveshur. Trump u kthye në Washington i pasuruar nga tributet e sundimtarëve të Gjirit, por grabitja nuk solli përmbajtje. Gjenocidi në Gaza vetëm u thellua. Uria tani është e përhapur. Në Bregun Perëndimor, kolonët dogjën fshatra në mbrojtjen e ushtrisë. Ushtarët bastisën Xheninin, Nablusin dhe Hebronin pa ndëshkim. Izraeli merr paratë arabe me njërin dorë dhe djeg tokën arabe me dorën tjetër. Grabit pasurinë e tyre, lëshon avionët luftarak. Ky është rendi i ri. Ironia është edhe më e thellë. Burrat e bombarduar në Doha nuk ishin luftëtar, por negociator, delegat pranishëm, sepse Washingtoni i kishte kërkuar Katarit t'i priste. Ashtu siç Katari dikur priti talebanët me kërkesë të Amerikës, ai priti udhëheqësit e Hamasit që dialogu të vazhdonte. Dhe megjithatë, Izraeli bombardoi kryeqytetin e tij në mbulesën amerikane. Nëse Katari me brezat e tij, tributet, dhuratat nuk është imun, atëherë kush është? Dhe kur atentati dështoi, Amerika nuk humbi kohë për t'u tërhequr, duke larë duart dhe duke ja lënë Izraelit barrën vetëm. Ambasadori Izraelit në Kombet e Bashkuara deklaroi troç. Ndonjëherë informojmë autoritetet amerikane, e ndonjëherë jo, por në fund vetëm ne mbajmë përgjegjësinë për këtë operacion. Kështu, Washingtoni korr përfitime kur Izraeli arrin sukses dhe heq dorë nga dështimet kur ai dështon.
Ujku dhe kujdestari i tij e njohin mirë rolin e tyre, shkruan Ganushi. Ashtu siç pranoi dikur i dërguari special amerikan Tom Barak, për Izraelin, vijat e marrëveshjes Sykes-Picot nuk kanë kuptim. Ato do të shkojnë ku të duan, kur të duan dhe do të bëjnë çfarë të duan. Kjo doktrinë e pandëshkueshmërisë nuk është e improvizuar, po ndjek planin e vitit 1982, të njohur si Plani Yinon. I publikuar nga Oded Yinon në revistën Kivunim dhe i përkthyer nga i ndjeri profesori izraelit Israel Shahak, plani parashikonte fragmentimin e shteteve arabe në kantone sektare, Iraku të coptohej në njësi sunite, shiite dhe kurde, Siria të ndahej në feude alevite, druze dhe sunite, Egjipti të dobësohej deri në pikën që Sinai të ripushtohej, ndërsa palestinezët të transferoheshin përtej lumit Jordan. I njëjti vizion rishfaqet në diskursin izraelit të sotëm. Në një intervistë, politikani izraelit Avi Lipkin, themeluesi i partisë Bloku Biblik Judeo-Kristian, parashikon se kufijtë e Izraelit do të shtrihen nga Libani deri në Arabinë Saudite, të cilën e quajti shkretëtira e madhe, dhe nga Mesdheu deri në Eufrat. Ai shton: "Dhe kush është përtej Eufratit? Kurdët. Dhe kurdët janë miq. Kështu që kemi Mesdheun pas nesh dhe kurdët përpara nesh, Libanin, i cili me të vërtet ka nevojë për ombrellën e mbrojtjes së Izraelit, dhe pastaj ne do të marrim Mekën, Medinën dhe malin Sinai dhe do t'i pastrojmë ato vende." Shkrimtarë sionistë fantazojnë hapur për kufijtë e Izraelit, që shtrihen deri në Mekë e Medinë, dhe libra si Kthimi në Mekë shpalosin plane biblike për pushtim. Qëllimi përfundimtar ka qenë gjithmonë i qartë: shpërbërja e fuqisë arabe në fragmente që Izraeli të mbretërojë suprem. Shikoni rreth i qark: Siria kthyer në copa, Iraku i ndar, Jemeni i shkatruar, Gaza e rrethuar, Libani që gjakderdh, harta e Yinonit është bërë realitet. Regjimet arabe mbajnë përgjegjësi të rëndë për mundësimin e këtij projekti ekspansionist dhe supremacist, shkruan Ganushi. Dekadë pas dekade, ato nënshkruan largimin nga dinjiteti nën iluzionin se pajtimi do të sillte siguri. Camp David, marrëveshjet e Oslos, Wadi Araba dhe marrëveshjet e Abrahamit. Çdo herë, ata mendonin se mund të blinin mbrojtje duke u bërë të preferuarat e Washingtonit ose partner të Izraelit. Çdo herë, Izraeli i merrte koncesionet dhe kthehej për më shumë. Egjipti është shembulli më i qartë. Ndërsa zyrtarët e tij lëshojnë dënime retorike ndaj gjenocidit në Gaza, tregtia e tij me Izraelin rritet. Eksportet egjiptiane drejt Izraelit u dyfishuan në vitin 2024, u rritën edhe 50% të tjera në gjysmën e parë të vitit 2025, dhe Kairo po negocion një marrëveshje gazi prej 35 miliard dollarësh me Izraelin, më e madhja në historinë e saj, edhe pse fondi sovran norvegjez tërhiqet nga kompanitë izraelite për shkak të krimeve të luftës. Edhe më keq, Netanyahu tani i përdor këto marrëveshje si lev kundër Egjiptit, duke i pezulluar për të nxjerrë koncesione politike. Dhe për te tregtisë, regjimet arabe i mundsojnë Izraelit qiellin e tyre, vlerëson Ganushi. Kur shpërtheu lufta në Ukrainë, europianët mbyllën hapësirën e tyre ajrore për çdo avion rus, civil, komercial dhe privat. Amerikanët bën të njëjtën gjë. Rusia u hakmon në të njëjtën mënyrë. Askush nuk ndërprer marrëdhënie diplomatike, por qielli u mbyll. Megjithatë, sundimtarët arab dhe musliman nuk guxojnë të ndërmarrin as këtë hap minimal. Fluturimet komerciale izraelite ende kalojnë mbi hapësirën ajrore saudite, omane dhe jordaneze, duke shkurtuar rrugët e tyre drejt Azisë, edhe pse avionët luftarak izraelit bombardojnë Gazën dhe tani edhe Dohan. Askush nuk pret që shtetet arabe të shpallin luftë Izraelit. Por ato të paktën mund të vendosin sanksione, bojkote, mbyllje hapësirash ajrore dhe ngrirje tregtare. Në vend të kësaj, ato burgosin protestuesit, ndalojnë demonstrantat dhe heshtin solidaritetin, shkruan Ganushi. Sipas saj, nëse rajoni nuk zgjohet, as Meka e as Medina nuk do të shpëtojnë. Ishte kjo të ndëruar shikues, ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Shenja për të takuar sërish javën ardhshme në të njëjtin termin. Mirëmbëjtje.